E tash të doshur që të dorë të Ferizajt, po dëgjoj, po flitet që ja qeveria Kurti nuk po investon në Ferizaj. E pa vërtet, mos ju besoni atyre që flasin kështu. Më lejoni t'ja u kujtoj, kujdesin që qeveria juaj, ka pasur ndaj qytetit të bukur e të mirë të Ferizaj. A jeni gati? Qendra kryesore mjekësisë familjare, 2.25 milion euro investim. Spitali i qytetit, 29 milion euro investim. Punimet kanë filluar. Rruga magjistrale, projekt që po zhvillohet me intensitet lartë, me cilësi të madhe, me synimin që të përfundohet në tetor si vjet. Stadiumi i qytetit në Ferizaj, investim 19 milion euro, tejet i rëndësishëm për lojrat mesdhetare 2030. Gjimnazi Ismail Qemali, 500.000 euro për restaurim plot. E shpëtuam nga ta që donin të vinin flakën, na e rindërtuam. Palestra në Greme, 1.5 milion euro e përfunduar. Kisha Katolike në Ferizaj, 1.3 milion euro për restaurim, drejt përfundimit, Xhamia e Madhe e qytetit, 1.5 milion euro për restaurim, si që keni parë, po punohet me intensitet lartë. Teatri i qytetit, 1.2 milion euro për restaurim plot, punimet kanë filluar. Qendra multifunksionale, 3 milion euro për përfundimin e projektit nga qeveria jonë. Për krahja për bujqësinë, 12.2 milion euro për 4.159 fermer nga Ferizaj. Qerdhjan rrugën Recep Islimi, 740.000 euro. Shkolla profesionale, 665.000 euro, shkolla model, 767.000 euro financim shtes, shkolla në Talinoc, 1.25 milion euro e përfunduar, shtëpia Hasan Fazlis në Koshare, 100.000 euro, investime në energji eficiente në objekte publike, mbi 800.000 euro. Por jallet disa pi projekteve që po i realizojmë. Rrugë të Jezersit, 5 milion euro për zhvillimin e turizmit malor. Rruga Pleshinës, 1.9 milion euro. Rruga Komoglov, fshati vjetër, 1.5 milion euro. Rrugët dhe trotuarët në fshatin Zllatar, mbi 3 milion euro. Rruga Prelezi Jerlive Kosin, 650.000 euro. Asfaltimi i rrugës Tern Kosin, 2.4 milion euro. Dhe dashur Ferizajës nuk mbaron me kash, sepse Ministri Dimal Bosha më njoftoi për rrugën Talinos-Raovic, e cila është në gjendje aq keqe sa është bërë pa kalueshme dhe pavarësisht premtimeve të komunës nuk është rregulluar asnjëherë. Dimali e ka dritën jeshile për ta rregulluar rrugën Talinos-Raovic. E pra urimet gjithve të gjitha fshatrave që përshkohen nga kjo rrugë, pra derisa ata tjerë premtojnë kot, ne realizojmë fort.